Pasi që disa vite me radh qyteti i Tetovës nuk ishte zbukuruar për festat e fundvitit, këtë vit autoritetet e komunës së Tetovës kanë vendosur që të zbukurojnë qytetin. Pritjet janë që atmosfera festive këtë vit të jetë në nivel në qytetin që disa vite me radh ishte lënë në terr për festat e fundit të vitit. Kjo vjen për shkak të shumë reagimeve të qytetarëve të Tetovës, të cilët kishin kritikuar autoritetet e komunës së Tetovës se nuk kishin bërë asnjë zbukurim për fundvit. Arsyetimi i komunës së Tetovës në atë kohë ishte se qyteti nuk zbukurohej për shkak të mungesës së financave, edhe pse nuk janë dhënë shumë detaje për mënyrën e zbukurimit, megjithatë konfirmimi për këtë ka ardhur nga komuna e Tetovës. Sipas zëvendës kryetarit të komunës së Tetovës, Albi Qamili, për momentin janë duke u grumbulluar ofertat dhe më pas do të shihet dhe mënyra e financimit. Këtë vit atëherë do të ketë zbukurim të qytetit për festat e fundvitit. Jemi duke mbledhur ofertat nga kompani të ndryshme, që pas asaj të shohim edhe mënyrën se si do të bëhet financimi i të njëjtës. Zbukurimi i qytetit të Tetovës për festat e fundvitit krahas ringjalljes po ashtu pritet të ketë edhe përfitime ekonomike për bizneset e vogla që funksionojnë brenda në qytet dhe jo vetëm. Kjo pasi që në atë periudhë kthehen edhe mërgjimtarët në vendingje dhe kjo do të ketë impakt edhe në mbijetesën e bizneseve të vogla. Nga ana tjetër, qytetarët e Tetovës janë shprehur se zbukurimet për festat e fundvitit japin një imazh tjetër qytetit, duke i dhënë edhe gjallëri jetës në pjesën qendrore dhe jo vetëm. Duhet. Ma mirë bëhet. Po çka mendoni për fëmijët që disa vite me radhë nuk shohin? Unë kam dalë të eci, s'kam ku shko, pak me zabab. S'ka, ku do shko? Besoj se po, është fest për gjithë qytetarët, besoj se po, se ka nevojë. Edhe për shumë kohë nuk ka qenë zbukuruar qyteti, besoj se duhet. Tetovës duhet zbukurohet për festat fundvitit? Jo. Po pse jo? Jo, se në musliman. Do të bëhet pak një atmosferë, një bukuri, pak në Tetovë se një bë zi. U cilë svet kështë nema mu elka. Jemi vetmi qytet në botë që nuk kemi pemë të zbukuruar për vitin e ri. Qyteti i Tetovës duhet të zbukurohet, meqense nuk është zbukuruar këto 4 vitet e fundit. Këtë vit ne mendojmë se duhet të zbukurohet, se qytetarët duhet të jenë të kënaqur me zbukurimin, me pamjen e qytetit. Duhet për të ndërhequr, moshta nuk e di zavisi si dhe ata kanë para ata për ta zbukuruar. Dhe si të vëmë vetë ta bëjnë atë gjona, mo e di që bëjnë ma heshëm. Komuna e Tetovës me mos zbukurimin e qytetit në vitet e mëparshme ishte kritikuar dhe nga sektori i biznesit, pasi që pjesa dërmuese e qytetarëve vendosin që për festat e fundvitit të udhtojnë për në Shkup, Prishtinë, Tiranë, Ferizaj, Prizren e kështu me radhë. Kjo kishte shkaktuar humbje të mëdha për gastronominë dhe pjesën tjetër të biznesit, madje disa biznese ishin mbyllur për fundvit, shkaku i mungesës së njerëzve, të cilat kishin udhëtuar në vende tjera fqinje. Disa vite të kaluara, edhe pse qyteti nuk zbukurohej, megjithatë mira qytetar dilnin në shesh për të festuar, por në mënyrë të pa organizuar, që krijonte kaos të madh.